Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar dhe për të sjellur pranë jush një darkë romantike që sonte mbërriti në shtëpinë e Big Brotherit. Nata e sonte ishte një natë fantastike për njërin nga banorët. Konkretisht për Gimbon dhe për Selin. Mesazhi që zotëria ton, babai i Selin, solli në shtëpinë e Big Brotherit, thjesht ja vulosi Gimbos që përpjekjet duhet të bëhen më shumë. Që ndjesit duhet të hapen më tepër dhe rrugtimi i bukur i dashurisë të fillon. Unë pash një Selin realisht të vendosur në ndjenjën e saj, e lumtur në këtë momentin që po jetonte dhe duke shijuar të gjithë këtë darkën të madhe. Por njëkohësisht pash edhe një Gimbo të përmbushur shpirtërisht, të dashuruar deri diku dhe i lumtur që po jetonte këtë moment me Selin. Gimbo dhe Selin, për mendimin tim, janë treguar goxha të rritur, janë treguar goxha të bukur në rrugtimin e tyre. Gimbo ka pas thënë në dhomën e rrëfimit që unë e ndjej Selinën dhe unë do të luftoj për të arritur që të marrë zemrën e saj, dhe mendoj që Gimbo luftoi, arriti e mori, dhe Selina u tregua vajzë serioze dhe me këmbë në tokë. Do të thoni pse? Sepse nuk është se e maltretoi, nuk është se luajti koklartën, nuk është se e bëri të rëndësishmen. Do me thënë, ja dha të gjithë komoditetin Gimbos që të kalojnë kohën bashk, që nëse ka diçka të lindën kohësisht, dhe në fakt kjo e lindura brenda këtij shpirtit nuk është se ka rënë në sytë e publiku, sepse ishin si ato dy fëmijë të vegjël që po kënaqeshin duke ndenjur me njëri tjetrin, por që realisht fillonin ndjenin emocione të paimagjinueshme për njëri tjetrin. Sonte në darkë unë pash një moment shumë premtues, do me thënë e pash që ato të dy po jetonin, po e shijonin dhe jashtë shtëpisë. Kjo gjë u mbështet jashtëzakonisht edhe shumë nga familjarët, do me thënë në Instagramin e Selinës u postuan fotografi të ndryshme nga momenti i darkës, në story me Gimbon, Gimbo duke qeshur, e njëjta gjë ndodhi edhe në Instagramin e Gimbos. Banorët brenda, do me thënë Selin dhe Gimbo, nuk janë të informuar që familjarët jashtë kanë filluar që të bëjnë dhe, si me thënë, marrëveshjet për martesën e tyre nëpërmjet Instagramit. Do me thënë, është një lloj ndjesie që ka një diçka të bukur. Unë shoh këtu që ka një lloj sinqeriteti, shoh një çift që do të lidhet pas Big Brotherit. Do me thënë, nuk është shumë e imponuar nga ana e Gimbos, nuk është shumë e imponuar nga ana e Selin, siç duket ato të dy merren vesh me sy, e ndjejnë këtë gjë me shpirt, e jetojnë këtë gjë dhe po e shijojnë në maksimum, po e shijojnë në mënyrën më të bukur që realisht vllau i madh u dha sonte, por edhe ato të dy e kanë përzgjedhur brenda në shtëpi. Janë një çift që në diskutime e kuptohen, sepse e mbrojnë njëri tjetrin. Selina është e fortë, nuk i mbetën kur hatri me Gimbon, e shijon momentin me Gimbon, kënaqet, do me thënë ndryshe nga Brikena dhe nga Mateo që Brikena ka shumë hatërmbetje. Selina nuk është se ja kërkon vëmendjen Gimbos, do me thënë Gimbo është ai i cili ja jep vetë vëmendjen, edhe në qoftë se një ditë për shembull Gimbo nuk është i fokusuar tek Selin, Selin nuk është natyrë që bën muhabete, që prish momente, që shkatron ndjenjat e Gimbos, do me thënë e shoh që Gimbo dhe Selin po ndërtojnë diçka dhe është diçka shumë e sinqertë dhe shumë e ndjerë, sepse po ndodh nga shpirti, nuk po ndodh nga gjë tjetër. Tani, a do të jenë çifti që do të martohet në Big Brother Selin dhe Gimbo? Këtë gjë do t'ja lëm momentin. Si e shikoni ju këtë moment sonte, këtë darkë të bukur, realisht?